Klodi të përshëndes, edhe unë ambasadori i Bashkimit Evropian së bashku me të gjithë ambasadorët e vendeve të Unionit janë duke zhvilluar një takim aktualisht me kryeministrin e vendit zotin Edi Rama, pikërisht në godinën e qeverisë. Ende nuk dihet tema e takimit për hir të së vërtetës, por ajo çfarë duhet theksuar është 27 ambasadorët e vendeve të Unionit janë duke zhvilluar takim me kryeministrin e vendit zoti Edi Rama, ndërkohë që më herët gjatë ditës së sotme ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë takuar ministrën për Evropën dhe punën të jashtme, zonjën Elisa Spiropali, e cila përmes një njoftimi për media, zyra e ministrisë ka thënë se arsyet e takimit kanë qenë fakt ka qenë takim online i zonjës Spiropali, Klodi për ta saktësuar, ndërkohë që fizikisht janë tek kryeministri Rama. Në njoftimin e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme thuhet se në fokus të takimit ka qenë koordinimi dhe bashkëpunimi për fokusin e ofensivës diplomatike dhe kombëtare të integrimit.